kjo emblema më solli ndjenjen që një ditë do të mund të jetojmë normal, do të mund të jetojmë sikur të tjerët. Ishte bërim force, bërim shprese, bërim... Si ndjes sot kur e sheh këtë emblemën që e ke dizajnuar vetë dhe duke pasur parasysh edhe atë çfarë po ndodh në Hagës, është... Sigurisht që ndjej një dozë të madhe të krenarisë për këtë çështje dhe ndjehem me shumë fat që më është besuar që unë ta dizajnoj këtë emblemë. Mirë po, pjesa më e madhe e ndjenjave të mia është për shokët e mi, për ata që cilët kanë rënë në betejë me këtë emblemë. Ata në fakt sa herë shoh këtë emblemë më ngjallin emocione të jashtëzakonshme dhe gjithmonë kujtoj ata dhe ndoshta shpesh herë ndjehem keq që përmendet emri im se më duket sikur po jo hyn hak atyre sepse atyre që e lanë vërtet me gjak. Këtë emblem unë e kam dizajnuar, por të famshme e kanë bërë ata. Ata e kanë bërë të duket ajo që e ka vlerën e vërtet, sepse pa luftëtarët e UÇK-s, pa dëshmorët sidomos, dhe pa ata që janë plagosur. Kushtet që duhet me bënë një emblem në vitin 97, në vitin 1997 ka qenë kryesia e lëvizjes popullore të Kosovës jashtë vendit atëherë, në Zvicër. Unë kam qenë në Zvicër në atë kohë, përmes Gafur Elshanit. Unë më është drejtuar dhe unë e kam dizajnuar emblemën e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, edhe këtë që përdoret në kapel, edhe ato që përdoret në krah. Kam bërë, jo vetëm këto, kam bërë edhe disa variante tjera, mirë po, preferenca ime edhe preferenca e pothuajse gjithëve që e kanë pa, ka qenë pikrisht kjo edhe që është bë zyrtare më vonë. A e ke ndjenjen që sa më shumë kohë kalon, aq më shumë sentimenti pro UÇK rritet? Se kam përshtypjen që nuk ka qenë sentimenti i njëjtë me njerë pas lufte, ka pasur ndryshe ndjenjë. Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë rritet kjo dashnia për Jam i bindur plotësisht, sepse historikisht shqiptarët e Kosovës asnjëherë nuk kanë pasur një kryengritje më të fuqishme se ajo që e ka bërë Ushtria Shërimtare e Kosovës. Kjo ka qenë kryengritja antipushtuese. Secili pushtues që ka ardhur këtu, Kosova për herë të parë, më fuqishëm se me luftën e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, nuk i është përgjigjur asnjë pushtuesi dhe përveç që ka qenë kryengritja më e fuqishme, edhe ka qenë kryengritja më e suksesshme, sepse ka rezultuar me ardhjen e lirisë Kosovës, e cila përveç dimensionit të UÇK-s, natyrisht e ka edhe dimensionin tjetër të ndihmës të shteteve tona amike